gati zonja e Zotrinj, ajo luftoi deri në pikën e fundit, deri në mbrëmjen e sotme që ishte e paparashikuar, ka treguar një vajzë me karakter impulsiv, të fort, energjik e shumë çka tjetër, me shumë duar trokitje, e mirëpresim zonja e Zotrinj Nena. Zoti. Faleminderit shumë si jeni? Mirë, faleminderit. Pa tjetër, Gjako. Opinioniste? Vjen mirë, që ju s'ka derë. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit. Eja tani pozicionohu këtu tek unë. Ulurato. Si je? Mirë, shumë mirë. Me çfarë emocionesh? Po, jo me emocione pozitive. Pozitive. Po. E ke shijuar këtë eksperiencë? E kum shiju shumë, me shumë të mira, me ma pak të këqija. Po, jom shumë e kënaqur që mu ka dhënë mundësia me marrë pjesë me një format tillë, edhe që mu ka dhënë mundësia me njoft njerëz të ri, një eksperiencë që nashta se kisha imagjinu që kam me pas në jetën time, kështu që jam mirënjohëse ndaj juve të njëjtën. Faleminderit ty Nena që ishe pjesë e këtij edicionit të dytë dhe për gjithçka që i ofrove në formën tënde Ferma VIP. Si do e përkufizoje ti eksperiencën tënde me një fjalë? Gjithçka. 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 Dhe çfarë mendon ti që të penalizoj në sytë e publikut? Në sytë publikut më kam penalizu nashta pak sjelljet e mia, tu e ditë se na si popull jena pak paragjykus. Unë e kam nashta pak një mentalitet pak ma ndryshe, puna që kom jetu për një kohë gjatë jashtë vendit. Besoj që e kam përdorë shumë këto nashta më paragjyku ose më ofendu. Po prapë se prapë, unë jam që kjo nuk jam perfekt edhe qështon. Okej, dhe nëse sonte në fakt do të ishte hyrja jote në Ferma VIP, jo dalja, çfarë do bëje ty ndryshe në këtë rrugtim, në këtë mundësi? Kur gjohet, veç isha dhezë ma shumë. Isha dhezë edhe më shumë? Po, edhe pak ma shumë. Për zgjedhjen që bëre për sa i përket Anduelit, je e penduar? Jo, s'jam e pendume. E po që kam besimin e plot të Anduelit, tu nis për asoj që menoj që është një njeri shumë i mirë, me zemër shumë madhe, edhe di që nuk e kish frydzu kur për me ma bo me qëllim. Big Bass se nuk e zgjedha se menova mos kanë këta haloat vojbin e shoqnis që që kam pas ma heret, edhe tu nis me asoj që rrim paka shumë ma shumë me yllin se me mu. Thash mos po pe këthen lojen favortina, edhe pse yllin fillim thaun ty tha du me talon lojen, me arsye që unë mos me zgjedh dikan. Nuk ja besove këtë fjalë? Nuk ja besova se më ka tregu në disa raste që është besprem loj, për jashtë s'poj me thonë kur gja, kështu që për qatë arsye nuk ja besova, ja dhash personit që i kum besu ma shumë, edhe që mu ka dok që ka forcë ma shumë, besoj që është çështje fati, sepse në fillim Andueli ken avantazh, pastaj dul disavantazh. Kjo është disa gjëra janë të shkruara. Fala, edhe unë besoj. Në fakt në rrugtimin tënd, sidomos në javët të fundit, teksa grupet u zhvilluan dhe u kanalizuan, u duk sikur ti më shumë anoje nga grupi i Big Bastës, por ku erdhi puna e zgjedhjes, zgjodha Anduelin edhe për finalist. Po, unë e kum qëndru edhe qëndroj prapë të ajo, pavarësisht debateve që i kena pas. Besoj që është për një men një djallë shumë i sjellshëm, djallë i mirë, edhe pse më konë grup me këta, na i kena sharu debatet që i kena pas me Anduelin, kështë që për qatë arsye dhe bona zgjedhjen tem prapë sonte. Okej, dhe pengu yt më i madh, cili është? Më falë? A ka një peng? Peng? Po. Jo. Asgjë. Asgjë. Që do thoje këtë, do e kisha bërë si se bëra. Ja, krejt i kum bo. Gjitha i bërë, Qa kum dosh ti kum bo. Okej, dua që të dalëm pak tek opinionistët në mënyrën si ata të kanë parë dhe të kanë vlerësuar, me kë e nisim. Zhaku. Unë mendoj që Nena ka qenë një personazh shumë simpatik, shumë tërheqës, ka krijuar shumë
dinamika, shumë ngjarje, shumë rrethana, të cilat na kanë dhuruar shumë spektakël. Më vjen shumë keq që Nena doli, unë e thash pak më parë që do doja që ti të rrije deri në finale, se duke qenë se ke filluar më vonë. Çfarë e penalizoj, Zhag? E penalizoj, besoj, e tha dhe ajo shumë mirë, fakti që mbase mund t'jetë paragjykuar pak për mënyrën e saj shumë të hapur edhe që me një herë e nisi lojën shumë fuqishëm, besoj se mund të ketë ndikuar pak paragjykimi, besoj më shumë në fakt Nena, me thënë drejtën, mendoj që të ka penalizuar fakti që ke hyrë më vonë. Kaq. Mendoj që të tjerët kanë krijuar më shumë. Të uroj shumë suksese, mua më ka pëlqyer shumë prania jote në ferm. Uroj që të shohim në televizione, do më thënë, të uroj shumë suksese dhe... E nisur nga kjo urim i Zhakut, çfarë do doje ti të bëje me jetën tënde televizive? Po, gjithçka që është me televizion mu më pëlqen shumë, kështu që çka do që të vjen, mirë se vjen. Mu më pëlqen repi, e kom cek. Të pëlqen repi, që Po, ti mund t'jesh më pëlqen një repi. Kështu që nuk i dihet zhoku. Faleminderit. Sigur që Nena po ju futë repit, aty do ketë dise. Edhe nuk i zgjedhi. Jo, i bën bukur ato, mua më ka pëlqyer ato që Faleminderit. Shpresoj që prej këtij formati ka me dalë një tjetër, çka nuk u mësu me pas Instagrami, as TikToki, as kërkush. E ka po pak a shumë firma, po tash kanë me po krejt. Bravo. Dhe të uroj më të mirën. Faleminderit shumë. Përthej, e komplet të rjetit. Kastra. Unë nuk do të shtoj shumë, Nena vetë di se cilat kanë qenë pikat e dobtat forta të saj. Megjithatë unë mendoj që më shumë ajo që e penalizoi është mentaliteti shqip folus apo bot folus në planetën shumë e vështirë që në këto kohë të pranosh një grua e ka nisur dhe ja ka dalë vetë dhe është një njeri self-made e gjithë kjo gjëja. Qofte edhe gratë në mënyrë më paradoksale, shqip folse nuk janë shumë qeflije të mëdhaja të shohin një grua që ja ka dalë vetë pa mbështetjen e një burri. Unë mendoj që ti sfidën tënde e bëre, fermën tënde ti e plotësove, çfarë kishe në mendje ti e realizove, kështu që gjithë pjesa tjetër pastaj varet nga ty dhe suksese në jetë. Shumë faleminderit, të vlerësoj çdo fjalë. Të shohim Nena nëse e kemi gati apo jo klipin në momentet e tua paka shumë më të bukura të përmbledhura një klip të shkurtër. E kemi gati, atëherë e transmetojmë. Kjo është Nena në Fermati 2. Nena, besoj që do mbetet kujtimi bukur gjatë në jetën tënde. I paharrueshëm. Jam shumë emocionuar. Për kë voton ti tani? Për kë votoj? Nga ata që janë ende atje? Për Anduelin. Për Anduelin? Po. Okej. Atëherë, unë dua që së bashku kështu siç jemi, të le kamerën në dispozicion dhe të na çosh në publicitet, mundësisht me ndonjë rap, për shembull. Çfarë më bë? Na çosh publicitet. Me një rap? Po. Na u të bëm për estradë, më thirri ferma më pati ku je. Di me hopat sigur të shpejt siguri, rini në stre. Na, jom si lule me thera, nëse tere ma mirëm nje. Ju, keni metën postera, veç publicitet po she. Bravo! Bravo!